Atëre, po japim këtë argumentin plus përqind y e madhe minus përqind m minus përqind d. E provuam? Po. Po padëm bosh, minusi, me njëse, po, më sërë në bosh aty para minusi, më gjitur. Do jenë gjitur, të? Po, gjitur, po. Jo, këtu një vend bosh, dhe pastaj... Ajo, plus minusi bashkë. Po. Tani, qa bën, si me dojnë ju, qa bën kjo argumenti plus përqind y, minus... Pra, kjo përcakton formatin e datës, pra, kur i kemi vetëm datë, date, ajo na jep në këtë format. Ky është formati default. Po nëse nuk na pëlqen ky format, do bëjmë një format tjetër. Mund ta ndryshojmë duke i dhënë këtë stringun që përcakton formatin. Pra kjo përqind y është për bitin, pastaj minusi është minus, kemi një minus këtu. Pastaj përqind m është si tip ndryshori që tregon thotë që nxirr muajin, pastaj përqind d i thotë që nxirr ditën. Pra kjo përcakton formatin që do dalë rezultati i kësaj komande. Le të përdorim një komandë tjetër të thjeshtë, cal. Kjo cal është, nuk e di, e keni ju këtë apo jo, po unë e kam. Ju se paseni. Mirë, atëherë vetëm shikoni këtë. Pra, cal është një komandë që nxjerr kalendarin, nxjerr muajin. Ma më doli me not phone install. Dakor, këtu tek këto kompjuter s'është instaluar, instalojmë për radhën tjetër. Po, mund ta shikoni këtu, domethënë. Pra, kjo jep kalendarin e muajit ku jemi. Tani, po nxjerr prapë me shigje të lartë cal, edhe po jap dy argumente, 5 edhe 2025, për shembull. Pra, përveç komandës cal, tu kam edhe këtë argumentin 5, kam edhe këtë si argument 2025. Atëherë, si mendoni, çfarë bën këto dy argumente? Përcaktojnë se cilin muaj të cilit vit do shfaqë kalendari. Dhe ky nxjerr muajin në maj, të vitit kalendarin e muajit maj të vitit 2025. Pra, me anë të këtyre argumentave, ne mund të ndryshojmë sjelljen e komandës, që t'i tregojmë se si ta nxjerrë rezultatin. Një komandë tjetër e thjeshtë, këtë mund ta provoni dhe ju, df. Kjo besoj që duhet jetë pa diskutim. Df, po. Kjo df tregon se sa aftësi të ri ka në disjet e sistemit. E nxjerrim prapë me shigje të lartë komandën df dhe japim këtë opsionin -h. Tani, këto që fillojnë me minus janë opsione. Dhe kjo -h ka kuptimin human readable. Dhe po të shikoni çfarë ndryshon nga komanda e parë. Te komanda e parë shumë kemi këtë numër si rezultat, te komanda e dytë kemi këtë numër. Pra, kjo na e tregon me byte apo me diçka të tillë, matësinë e hapësirës së diskut. Kjo na e tregon me gigabyte. Pra, kjo është human readable. Kjo është më e lehtë për të kuptuar, 173 G, 173 gigabyte. Kështu kjo është e vështirë për të marrë vesh. Pra, me këtë opsionin -h, ne i kemi komandës df që rezultatin ta nxjerr me format human readable. Pra, aty ku janë matësitë e disjeve, i nxjerrim me human readable. E nxjerr edhe një herë me shigje të lartë, edhe i vendos dhe këtë slash si argument. Atëherë, kjo slash si argument tregon që i thot komandës df që nxjerr rezultatin vetëm për këtë file system që është me slash, domethënë vetëm për këtë direktori. Pra, nëse nuk japim asnjë argument, ajo nxjerr për të tëra. Nëse japim një argument, atëherë nxjerr rezultatin vetëm për këtë direktori ose për këtë disk. Po përdorim të komandën clear që ta pastrojmë ekranin. Komanda clear, urdhë. Shtyp Ctrl+C, Ctrl+C. Ctrl edhe C. Ctrl edhe C. Po. Edhe nxjerrim me shigje të lartë prapë, edhe korrigjojmë këtë. Po këtu do të një vend bosh, jo? Kështu. Tani përdorim komandën clear që ta pastrojmë ekranin dhe vazhdojmë më tej. Shikojmë këtë komandën free.
Edhe kjo komandë shumë e thjeshtë. Ja me C, clear. Clear. Pastron ekranin, po. Shkoj komandën free. Po. Free tregon se sa memorie ka sistemi, sa RAM. Sepse sistemi ka memorie që quhet random access memory RAM, ka dhe disk ku ruhen sistemat në mënyrë të përhershme. Kjo tregon përmbajtjen e RAM-it ose të memorjes. Dhe kaq total, kaq të përdorur, kaq free. Tani e merrni vesh sa është kjo? Nuk merret vesh, se është me byte. Atëherë e nxjerrim një komandën, Është me miliona. Jo, dakor, po si numër. Tani e nxjerrim edhe një herë me shqipje të lartë komandën free dhe i japim opsionin çfarë opsioni duhet japim, që është human readable. Minus H është human readable. Atëherë tani ne shohim që kemi 7.5 G ose GI, që është gigabyte, 4.9 të përdorura, kaq të lira e kështu me radhë. Po që kjo është e lehtësueshme më kollaj. Që kjo tregon ka memorie të përdorur dhe të liruar. Po, sa është përdorur, edhe sa është e lirë, sa përdoret për buffer, etj. Po, pra kjo na tregon madhësinë e RAM-it të memorjes. Tani, shikojmë një komandë tjetër që quhet pwd. Pwd është print working directory. Vendi ku ndodhemi ne që punojmë quhet directory ose directory në Linux ose në kompjuter. Është si folder në Windows. Dhe për të parë se ku jemi konkretisht, mund të përdorish këtë komandën pwd që na tregon që ne jemi te kjo vendodhje ose te ky vend, te kjo direktori /home/pw. E bëm komandën s'ka gjë. Po, pwd. E kam bën në komanda tjera. Po, Arti, më ta ndihmosh pak, Arti, ose shtypon që gati. Se ti e bën një, prandaj. Mund ta heq që bëra gabim apo jo? S'ka gjë, nuk prishpon. Edhe pse është gabim, s'ka gjë. E bëre poshtë në rregull, është okay. Më nxori komandat e passwordit nga trollon. Po kur jep një komandë që nuk e njeh ajo, po thotë që mos e kishe fjalën për këtë, mos e kishe fjalën për këtë, edhe të jep disa opsione. Prandaj, ti ke shkruar pdw. Tani shikojmë komandën ls. Komanda ls është shkurtim për listë. Edhe tregon për mbajtjen e një direktorie. Çfarë ka brenda kësaj direktorie? Pra direktoria është një vend në kompjuter, edhe në një direktori mund të ketë 9 direktori, që janë këto me ngjyrë blu, ose mund të ketë skedar, siç është ky skedari i programit Scratch që kam mbrojtur unë kështu. Ju mund të keni këtë, mund të keni një tjetër, pak rëndësi ka. Tani, kur i them listë, më tregon listën e direktorisë ku ndodhem, që jemi te kjo direktoria këtu. Por mund t'i them edhe mund t'i jap një argument kësaj komandës ls që të them më listo këtë direktori, për shembull /usr. I them më tregon listën për këtë direktori, për direktorin /usr, jo për direktorin ku ndodhemi. Në rregull? E nxjerrim edhe një herë me shigjet në lart. Këtë komandën ls/usr dhe i vendosim këtë opsionin -l. Pra, komanda ls merr opsionin -l. Qa bën ky opsioni -l? Si mendoni ju? Si thoni? E një, ls bën bosh -l/usr. ls -l vend bosh /usr. Tjetër. Po, enter. Tani, ky opsioni -l çfarë bën? Si mendoni ju?
Kjo opcioni këtu kemi ls/usr. Këtu kemi ls minus l/usr. Pra këtu I kemi shtuar këtë opcion minus l. Herën e parë na nxori këtë rezultat ose këtë output. Herën e dytë na nxori këtë output. Dhe ndryshimi ndodhi sepse I shtuam këtë opsionin minus l. Atëherë çfarë bën ky opsioni minus l për mendimin tuaj? E nxjerr listën më të detajuar. Pra, nëse ne themi listo përmbajtjen e kësaj direktorie, edhe ne vetëm emrat e direktorive ose të sketarëve që ndodhen brenda kësaj direktorie. Nëse I shtojmë edhe minus l, kjo është long listing. Atëherë për çdo direktori jep një rresht me më shumë informacione. Përveç emrit, këtu kemi edhe disa informacione të tjera. Që siç e shikoni ju janë data, për shembull, janë matësia e ca gjëra të tjera që do të shikojmë më vonë. Pra, mund t'i japim të opcionin minus l komandës ls, që ta nxjerrë listën më të detajuar, nga një rresht për çdo element të rezultatit. Mund të përdorim komandën cd. Komanda cd ka kuptimin change directory. Pra, momentalisht ne jemi në këtë direktori, po duam të ndryshojmë vendodhjen, të shkojmë në një direktori tjetër. Dhe këtë e bëjmë me komandën cd edhe emri I direktorisë ku duam të shkojmë. Për shembull cd/usr. cd /usr. Enter. Tani po të shkojmë pwd. Shojmë që tani vendodhja jonë është kjo direktori /usr. Mund shikosh që shkruaj unë aty. Dakor. Do të shikoj si e shkruaj unë edhe shkruaj. Jo vetëm të dëgjuar, por shikoj çfarë shkruaj unë. Rregull? Kur them slash, se edhe nga tërë, kur them slash është kjo vija e tjerë, kështu. Tani shkruajmë print working directory dhe na tregon që direktoria ku ndodhemi është një direktori tjetër. Çfarë ishim te kjo direktoria këtu? Deri çfarë tani jemi te kjo direktoria tjetër. Pra ndryshuam vendodhjen. Faktikisht edhe prompti, kjo shenja e pritjes, na tregon edhe se në çfarë direktorie ndodhemi. Por që ne mund ta shikojmë edhe me komandën print working directory. Bëjmë prap ls, edhe na del e njëjta përmbajtje si më përpara, se çfarë bëjmë ls/usr. Tani e bëjmë vetëm ls, po jemi brenda kësaj direktorisë usr. Kështu që është pak a shumë e njëjta gjë. E përdorim prapë komandën cd vendbosh /usr/bin. Edhe shkojmë në një direktori tjetër. Po të shkojmë komandën print working directory, shkojmë që tani jemi në këtë direktori /usr/bin. Mund ta përdorim të komandën cd vendbosh --. Kjo --. Ka kuptimin një direktori më sipër. Pra, nëse ne tani jemi në direktorin /usr/bin, --. Kalojmë një direktori më sipër. Pra, po ta mendojmë si një pemë këtë, kjo është ose nëse e bëjmë nëse kjo është ajo rrënja e sistemit, këtu kemi direktori të ndryshme, si tip peme, këtu kemi usr. Edhe që këtu kemi direktori të ndryshme, dhe një nga këto direktori është bin. Pra, ne tani jemi tek /usr/bin. Direktoria të ndodhin momentalisht. /usr/bin. Tani, nëse bëj cd --, shkoj nga kjo, shkoj te një direktori më sipër, ose te direktoria parë. E kupton? Jap enter. Print working directory, jemi tek direktoria më sipër, që është direktoria usr. Kemi edhe këtë cd vendbosh edhe pik. Pik ka kuptimin direktoria ku ndodhemi. Kështu që kjo nuk ndryshon asgjë. cd pik shkoj te direktoria ku jemi, nuk bën asnjë ndryshim. Pra aty ku ishim, aty ngelemi prapë.
Tani, mund të shkruaj edhe CD bin. Tani, kjo këtu quhet, kur shkruajmë emrin e një direktorie, quhet shtegu për tek ajo direktori. Path, i thonë në anglisht, por ne mund të themi shteg në shqip. Nëse kjo fillon me slash, është një shteg absolut. Domethënë duke filluar që nga rrënja, siç u tregova unë, e temës, tregon gjithë pozicionin ku ndodhet direktoria. Por mund të kemi edhe një shteg relativ. Për shembull, kur unë them CD bin, po që nuk fillon me slash, atëherë kjo nuk kupton direktoria bin poshtë direktorisë ku ndodhemi. Pra jemi në direktorin në USR, shkote direktoria bin poshtë direktorisë ku ndodhemi, jo duke filluar që nga rrënja. Kjo quhet shteg relativ. Relativ, domethënë duke filluar që aty ku jemi, ec në këtë rrugë ose në këtë shteg. Po shkojmë të një direktori tjetër, CD, tani kjo është shteg absolut, /var, /log. Dhe direktoria ku ndodhemi është kjo, /var, /log. Kemi edhe komandën CD vendos me minus. Kjo minus i thot komandës CD shko te direktoria e mëparshme. Para se të ndryshojë direktorin ku ishe, aty shko. Pra, para se të shkonim të komandën CD var log, ne ishim te direktoria USR bin. Tani jemi te direktoria var log, sepse ndryshuam direktorin me këtë. Nëse themi CD vendos minus, do të shkojmë te direktoria ku ishim para se të ndryshojmë direktorin, që është prapë direktoria USR bin. Tani, nëse jam prapë CD vendos minus, do shkojmë te direktoria ku ishim para se të shkonim CD-n e fundit. Ku ishim para se të bënim CD-n e fundit, ishim te direktoria var log. Kështu që prapë do shkojmë tek ajo direktori. Pra, na çon te direktoria var log. Pra, kjo minus nuk ka kuptimin një më sipër, por ka kuptimin direktoria e mëparshme. Po nëse isha këtu, bëra CD vajta këtu. I them CD minus, shkoj prapë këtu. I them CD minus, shkoj prapë këtu. Domethënë direktoria e fundit para se të ndryshojë direktoria. Kemi edhe këtë komandën CD pa asnjë argument, që na çon te direktoria home. Direktoria home, çdo përdorues në Linux ka një direktori që quhet direktoria e shtëpisë ose direktoria home. Dhe nëse përdorim komandën CD pa asnjë argument, kudo që të ndodhemi, shkojmë tek direktoria home. Këtu useri është UV, prandaj është /home/uv. Mund ta bëjmë edhe komandën CD me këtë shenjë tilda. Edhe kjo shenja tilda përkthehet nga shelli, nga terminali si direktoria home. Pra gjithmonë kur shikon atë shenjën tilda, shelli e zëmton me direktorin home. Pra, nëse do të shkojmë me direktorin home, mund të shkruajmë këtë CD tilda ose vetëm CD për të shkuar tek direktoria home.